Janë veprat e artistëve gjirokastrit të punuara ndër vite, që sot riekspozohen pas 3 dekadash e gjysmë. Kanë dalë nga fondi ish Galerisë Arteve të ruajtura në arkivin e Muzeut Gjirokastra, për të shijuar nga qytetarët dhe vizitorët që ky qytet pret nga çdo cep i botës. Pas 35 vitesh, rihapet përsëri Galeria e Arteve këtu në ambientet e Muzeut Gjirokastra. Janë gjitha veprat realizuara nga autor gjirokastrit, kryesisht gjatë periudhës së viteve 50-90. Gjatë kësaj periudhe kanë qenë në arkivin e muzeut të ruajtura dhe së fundmi vendosëm që t'i ekspozojmë përsëri. Janë kryesisht vepra në pikturë, skulptura të gdhëndura në dru, në gur, në alçi. Janë autorët më të mirë si gjirokastrit si Bashkim Ahmeti, Dashu Çuberi, Albert Kasi, Pluhn Puci dhe gjithë të tjerët që kanë dhënë kontributin e tyre për Galerinë e Arteve të qytetit për një periudhë të gjatë kohore. Ish Galeria e Arteve në Gjirokastër përbëhet nga 300 vepra arti në pikturë e skulpturë, të cilat për shkak të ambientit të pamjaftueshëm nuk mund të ekspozohen së bashku. Ndaj, edhe drejtoria e muzeve ka ekspozuar një pjesë të këtij fondi. Mendoj se kjo galeri do të rreqë vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj. Për vizitorët vendas ato janë përveç se vepra arti, janë edhe kujtesë, janë dhe pjesë e historisë së tyre, ndërsa për vizitorët e huaj do shërbejnë për të njohur më mirë periudhën e realizmit socialist nëpërmjet artit dhe mesazhit që ato përcjell. Mendojmë që galerinë ta mbajmë të hapur gjatë gjithë sezonit turistik. Muzeu Gjirokastra vazhdimisht ka pritur artistë shqiptar që kanë çelur ekspozita personale duke e prezantuar artin e tyre brenda Kalas së Argjiros.